Përplasja Arjan Konomit me truprojat, Rama publikon videon shau si përdal një grua e bullizoi me fëmijën në rrugë. Kryeministri Edi Rama ka reaguar publikisht lidhur me incidentin e bujshëm të publikuar së fundmi në rrjetet sociale duke nxjerrë në dritë pamje të reja filmike që sipas tij demaskojnë të gjithë ngjarjen. Rama është shprehur se video e re tregon të kundërtën e asaj që pretendua fillimisht nga personi që u vetë shpall viktim, ndërsa denoncoi bullizimin dhe dhunën ndaj një gruaje fëmijës së saj. Përmes një mesazhi ironizues, kreu i qeverisë theksoi se ky rast është një tjetër provë se si gënjeshtra dhe manipulimi arrin të bëjnë kërdin mbi të vërtetën në hapësirën publike. Postimi. Ja që për fat të mirë ka edhe një video tjetër e cila tregon krejt të kundërtën e videos që një dhunues i lirisë të tjerëve pas ka vrapuar të tregoj botërisht, duke bërë parapasqyrës së tij viktimën e dhunuar, duke shfrenuar fantazin dhe duke sharë si përdal një grua, një nënë, të cilën e bullizoi bashkë me fëmijën e saj në mes të rrugës, ku ngjarja u zhvillua krejt ndryshe nga rrëfimin pasqyrë dhe u përhap pastaj në kanalet sociale si një gënjeshtër e madhe luftës liridashse ndër regjimit imagjinar. Fatmirësisht të herë ka një video demaskuese të gënjeshtrës, po imagjinojeni se sa herë të tjera gënjeshtra bën kërdin mbi të vërtetën në përpasqyrat ku kujtojmë se informohemi, shkruan Rama në Facebook.